Kryetari i Nismas Fatmir Limaj ka folur sërish para mediave para fillimit të seancës së sotme të Kuvendit. Limaj ka thënë se 2 ditë më parë është takuar me deputetin e lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufsa. Duhet një marrëveshje politike që gjërat të shkojnë në rrugën e duhur. Marrëveshjet politike ndërtohen ndryshe. Ashtu siç kam thënë, unë jam i gatshëm të takohem kurdo që kam ftesë. Nuk kemi takuar dhe nuk kam ftesë. Kam pirë kafe me Glaukun para 2 ditësh. Është mëse normale të bashkëbisetojmë për zhvillimet. Kemi folur për të gjitha temat, edhe si vim deri te një marrëveshje, ka thënë Limaj. Mëtej Limaj është shprehur se edhe me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhikun pritet të zhvillojë një takim në ditët në vazhdim. E kemi lënë të takohemi të bashkëbisetojmë edhe me kryetarin e LDK-s. Besoj që do të takohemi në ditët në vazhdim, theksoi kryetari i Nismas. Ndryshe Limaj mbrëm në të shtatë ka zbuluar detaje nga takimet që ka zhvilluar me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, lidhur me mundësinë e një bashkëpunimit pas zgjedhjeve. Sipas tij, Kurti ishte propozuar që Nisma të bëhej pjesë e qeverisë, por kjo ishte refuzuar nga Limaj. Unë i thash se nuk kemi të interesuar për qeveri, por për një partneritet në kuvend. I thash se jam i gatshëm të marr detyrën e kryetarit të kuvendit. Ishte një minimum bashkëpunimi që mund të ofronim në atë moment, ka shtuar ai. Po ashtu Limaj konfirmoi se ndonse pati një marrëveshje verbale me Kurtin. Ajo nuk u konkretizua me shkrim.